Mirëmbrëma të dashur shikues të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar profesor Pluhun Pilinçin. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. SBA urdhër SPAK, domani gjunjëzon qeverin. Profesor, ju paralajmërua që zonja Balluku do të arrestoj para 48 orëve. Kjo nuk ndodhi. A mund të na thoni ku ka ngec? Mirëmbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar, kudo që ndodheni në botë, e di që prisni çdo natë, e di që prisni të dini shëndetin e familjes tuaj, që kanë ngelur në mes të rrugëve, pa ujë, pa bukë. Kurse dy qeverit, dy partit, PD-ja dhe PS-ja, çfarë nuk po bëjnë këto ditë, po bëjnë çmos që të mos arrestohen. Çdo gjë do arrestohet, dashur shqiptar. Gazetarja më thotë që për çfarë arsye nuk është arrestuar Balluku. Balluku duhet të ishte arrestuar, të dashur shqiptar, që dihet ditën e diel. Por, siç e kam thënë përpara, këtu e ka ndaluar KLP-ja dhe gjykata e Kushtetutës. Por gjykata e Kushtetutës tashi është në favor të SPAK-ut. Pra, çdo gjë do arrestohen. Gojet e liga thonë që ka ikur Balluku, por unë e di që Balluku është këtu. Pra, të dashur shqiptar, nuk është puna vetëm e Ballukut, po këtu janë edhe qindra e qindra të tjera, sepse këtu ishte bërë një marimage madhe të dyja partit, si PD-ja dhe PS-ja, ishën bashkë, dhe si që doni të shkatërrojnë Shqipërinë dhe kanë filluar kohët e fundit dëgjoja kanë problem me Greqinë. Të dashur shqiptar, flini të qetë, as e pyet kërkush i Greqinë. Greqia ka përfunduar ka vite, pra Greqia ne do marrëm pasuritë që kemi, domethënë çështjen e çamërisë. Pra, u shoh në foto këtu, nuk do arrestoj vetëm Balluku, po këtu është Berisha, është Edi Rama, unë i shoh në foto, është dhe Ministria e Jashtme. Pra, këto ditë të dashur shqiptar, e di që kam thënë gjithmonë, dhe ju më keni thënë, po mirë më Pilinçi kur do arrestohen, si që thash përpara, Amerika është bërë dispozicion të ndihmojë 97% të shqiptarëve dhe do përfundojnë arrestimet. Ka marrë formë të prerë këto ditë, ka marrë formë të prerë para vitit të ri, çdo gjë do ketë përfunduar arrestimet e tyre. Nata e zezë e Europës. NATO paralajmëron përgatituni për më të keqen. Profesor, ju keni paralajmëruar disa herë që do të ketë një luftë të tmerrshme. A mund na jepni më shumë informacion për situatën e Europë, se shumë shqiptar jetojnë atje? Të dashur shqiptar, erdhi koha, lufta ka filluar ka 3 vjet, por erdhi koha e ditës së zezë për disa shtete të Evropës. Për ata shtete që ne na kanë coptuar me shekuj. Pra, NATO-a, vërtet është NATO-a, po generali i NATO-s ka thënë me kohë, ka 2 vjet, që ka thënë që çdo njeri të mbrojë vetë vete. Pra, unë shoh në foto bashkë po ata që do fillojnë luftën. Unë shoh Putinin, unë shoh presidentin e Francës, se Franca gjithmonë dashur shqiptar ka qenë kundër Amerikës. Armiku më i madh ka qenë Franca, sepse atje është pjella e komunizmit edhe shpërndar pothuaj në gjithë lindjen. Pra, lufta është gati minuta minutën, çdo natë bombardojnë, por është gati dhe gjithmonë luftrat të dashur shqiptar fillojnë në të ftohtë. Pra, po vjen janari. Ashtu si që kam thënë, dhe e them përsëri me kompetencë që lufta e tretë botërore këtë radhë do bëj shumë dëm. Por nuk bën dëm të dashur shqiptar në kufin tonë natyrore. Do të thotë Maqedoni, Maltëzi,
Kosovë. Pra nuk ka luftë në këto 3 vende që u thash, sepse erdhi koha e bashkimit të Shqipërisë me kufi natyrore. Erdhi koha e realitetit, sepse ka mira vjet, ka dhe qindra vjet që nuk është treguar realiteti se si është puna e Shqipërisë. Jemi një nga vendet më të parë në botë, gjuha më e vjetër, dhe jemi një vend të parë në botë që ne pothuaj disa dofta e mund të qeshin, por ne kemi krijuar Evropën. Pra, erdhi koha e realitetit që tregojnë se kush e ka krijuar Evropën dhe cilët janë shqiptarët të shqiponjave, që dinë shumë gjuhë, janë njerëz më intelektual, jemi një racë, një kom të dashur shqiptar. Ashtu siç është në Evropë, kanë lloj race. Shkon në Itali, zbrit në Itali nga avioni, o shkon në për rrugët e bulevardit, do shosh qindra fytyra të ndryshme. Po ashtu dhe në Francë. Po ty ish në Francë dashur bashkëdhetar shqiptar, sidomos në Paris, nuk e dëgjon fare gjuhën frëngjishte, po dëgjon më tepër gjuhë arabshe, lloj gjuhë indian, Pakistan, Filipinës, dhe gjithë shtetet e botës janë mbledhur atje. Pra, mundohen gjithë shtetet dhe dashur bashkëdhetar shqiptar, sidomos u munduan këto 2 partit, si PD dhe PS-ja, që të sjellën Pakistan, të sjellën indian, të sjellën kines në tokën e Shqipërisë, po kjo gjë që nuk bëhet. Unë kam thënë dhe më përpara dhe përsëri po e përsërit. Nëse ka ndonjë kines, ka ndonjë indian, Pakistan, Afrikan, largoni më parë, sepse kjo është toka e shqiponjave, kjo është toka e patriotëve, kjo është toka e realitetit, kjo është toka e një race. Ne nuk mundet të përzjemi me racat të tjerë. Po, le të vinë si turist, po jo të jetojnë edhe jo të qëndrojnë në tokën e Shqipërisë. Pra, gazetare, lufta e tretë do zjej, a e thot një zi atje, unë kam thënë që e një shtatzane me një fëmijë do të rënditet, aq lufte hidhur do tjetë këtë radhë. Lesh thonë njerëz tjerë, çdo gjë është vendosur, nuk kam më, nuk e ndalon kush. Të dashur shqiptar, çdo luftë që bëhet është me plan. Ka plane për 100 vjet. Erdhi koha për të bërë lufta e tretë botërore, erdhi koha për të thënë realitetin e shqiptarëve, erdhi koha për të erdhur shqiptarët janë shpërndarë me të gjithë botën dhe nuk i përkrajnë mirë shqiptarën, u ahedhen pashaportën, por për arsye e ahedhen pashaportën sepse tirania, ambasadorët që i ka në për Evropë, ka me ignorantët, me shqipfolsët, me spionët që ekzistojnë tokë. A herësi mund t'i mbrojnë këta, por erdhi koha e patriotëve, erdhi koha e Shqipërisë. Alarmi i Washingtonit për Shqipërinë. Në Shqipëri krimi, politika dhe institucionet po bëhen një. Profesor, duke se situata në Shqipëri ka filluar të shqetësojë seriozisht dhe Washingtonin. Keni një koment mbi këtë raport? Të dashur shqiptar, siç e tham, që Washingtoni, e kam thënë edhe më parë, se kanë nxjerrë një tip gazete, ata që është e vërteta mashtrojnë. Të dashur shqiptar, mos dëgjoni se shtonë në për televizoret. Mos dëgjoni se shtonë në për gazetat e këtyre 2 partive. Si gazetat, si televizorët, si të quajtur gazetar dhe analistë, dashur bashkëdhetar shqiptar, këto do arrestojnë që të gjithë së bashku. Sepse këta u kanë gënjerë, u kanë mashtruar për 35 vjetë. Unë e shoh këtë gazetën këtu, Panorama, Pamfleti. Panketja, si e thonë asaj. Pra, gjitha gazetat, si që po e përsërite edhe njerë, po ashtu e thotë gazetarja emrin e kësaj kompanie, mashtrojnë dashur shqiptarë. Janë disa gazetarë, dalën e thonë, nuk është e vërtet, nuk din asgjë se që po bëhet, se kush do arrestohet, se cili është ka radhën për të arrestuar, që çfarë do bëhet në Shqipëri, unë kam thënë dashur shqiptarë. 35 vjetë që u kanë shtypur ju, u kanë shtypur ndërmjet gazetarëve dhe analistëve që dije
do me thënë kanë fjallën para në 10-ës, kanë qenë dashamirësit e sigurimit të brendshëm, të ministrisë të brendshëm. Ata që veshën pardesyt e bardhë, ata janë sot në për gjithë televizorët, Flani, Top Channel, News 24, A2, të gjithë televizorët janë mbledhur bashkë si e si që të konfuzën, si e si të ngatrojnë, si e si të ullë autoritetin e shqiptarëve, pra këta nuk di gjë. Washingtoni, dashur shqiptar, senatorët, kongresmenët dhe Shtëpia e Bardhë, State Departament, Ministri e Jashtme, është vënë dispozicion të Shqipërisë, jo sot, po ka kohë. Sidomos kanë javë që është vënë me këmbgulje dhe i ka thënë spakut, i ka thënë kelepes, ashtu si që kam deklaruar unë, i ka thënë gjukatës të kushtetutës, ashtu si e kam deklaruar unë, e në qoftë se ka mundësi, regjizori mund të nxjerrë kelepen janë bashkë, po me gjukatën. Pra, hiqeni këtë foto të lutem, sepse këto gazetarët gënjejnë, mashtrojnë, nuk dinë se që bëjnë, nuk thonë realitetin. Pra, të dashur shqiptar, unë po shikoj, gjersa ta gjej, ta verifikoj regjizori, ajo është një pikturë kelepeja së bashkë me fotot e gjukatës të kushtetutës, ose e kini, që është kelepeja, pra të dashur shqiptar, Washingtoni ka lajmëruar kelepen, ka lajmëruar gjukatën e kushtetutës, të shkoj si pas ligjit, jo si pas qefit të dy partive, ja, të dashur shqiptar, jo si pas qefit dy partive. Ta janë zonjat e zotnit gjyqtar që kanë vjedhur e qarsi kanë bërë tokës shqiptare. Dhe këta e kanë bajtur po thuaj një javë që nuk është arrestuar Balluku. Sepse këta e penguan së bashku me kryeministrin e Shqipërisë që i dërgovi një letër dhe i tha që duhet të mos ma hiqni zvendës kryeministrin sepse është gjëja më e madhe, që atë as e pyes kurkushi. Aty është vetëm Edi Rama, të dashur shqiptar, aty është vetëm Edi Rama së bashku me Berishën. Ata që ka vënë Rami Salia, ata janë përsëri, është Ceka, është Gjinushi, pra këta kanë ngelur dhe këta kanë patur dërmend të coptojnë kombin e Shqipërisë. Këta janë shkaktarë që e kanë ngatëruar edhe Kosovë. Këta janë shkaktarë që bëjnë rëmuj, pra të dashur shqiptarë. Çdo gjë është vendosur. Tini të bindur se këta zotin që shini këtu, ta s'kanë rrugë dalje tjetër, si që ua kam thënë dhe mbërpara, unë e nxora edhe pardije këta, pra ne nëse këta nuk arrestohet Balluku nesër, dita me fundit është 12-a, nëse nuk arrestohet, jo vetëm ajo, po do arrestohen qindra të tjerë nga PD-ja që nuk kanë filluar arrestimet. Pra të dashur shqiptar, këta në shkaktar që i kanë ndaluar, edhe Kelepeja që i kanë ndaluar. Si që thash më parë, 3 persona nga Kelepeja na kanë njoftuar ne dhe na kanë thënë që ne jemi në rregull, nuk ndalojmë spakun. Pra, to 2 janë që kanë ndaluar spakun, po thuaj ka 2-3 muaj. Por, këta përfundimisht, nëse Balluku, më dëgjoni me vëmendje dashur shqiptar, nëse Balluku nuk arrestohet deri në datën 12, nga këta do filloj arrestimi. Sepse këta e kanë shkatruar kombin shqiptar. Këta janë majmur nga parat. Çfarë nuk kanë këta? Shërbëtor, makina me xhame të zi, vjen han drek e darkë në Milano, Beograd, Athinë, kanë pasuri jashtë Shqipërisë të dashur shqiptar. Ne i dim, ato do t'jenë tuajat. Pra, po u them edhe një herë, nga këta që shini, mund t'jenë 2 me diploma, të tërë janë me diploma falso, me diplomat e George Soros, të dashur shqiptar, tini të bindur. Ase pyet kur me George Soros me njëri në tokën e Shqipërisë. Unë ua kam thënë për para,
ne kemi Chelsea. Ne nuk pyesëm se kush është pasulik. Gjotë Sorua e shkatrovi Shqipërinë prerë të parë dhe këtu e ka sjell Berisha. Berisha ka sjell Gjotë Soron, plakun, që është gati duke vdekur. Ai ka sjell Jonolaton, kolonelin, që ishte grek. Ai ka sjell shumë gjëra dashur shqiptar. Pra, këto janë bashk, po këto janë coptuar, Jurikim i bëri cop. Pra, tini të bindur të dashur shqiptar, mos dëgjoni me gazetat, mos dëgjoni me televizorët, mos dëgjoni me e keni parë si dalën sa avokat, jemi juriston, jemi çfarë nuk thonë, jemi gazetar, analist, i ben që kanë bërë në atë mënyrë që ju të kufizjoni, ju të humbisni memorien. Pra të dashur shqiptar, erdhi dita e fundit e arrestimit të këtyre. Tronditen klanet në PD. Lëvizja e Salianit kap mat Berishën. Tronditet Partia Demokratike. Profesor, a mund t'i shpjegoni shikuesve tanë çfarë po ndodh në Partinë Demokratike? Të dashur shqiptar, gazetarja thot tronditet PD-ja. PD-ja është tronditur ka kohë, dashur shqiptar. Jo sot. PD-ja është tronditur që kur Luli ka ikur, e muar Lulin nga rruga, ishte spiun në Serbi, Gjotë Sorua e dërgovi në Holland, gjoja për shkollë, a i harroi dhe vajti mi i dans, do me thënë mi i klub në Holland. Pra e bëri ministër, sa arriti e 21 janari u vran 4 veta. Pra PD-ja gazetare ka përfunduar me kohë. Ju thoni për një djalë të ri që e quajnë Ervis Saljani, si e ka emrin ai. Urdhon? Ervin Saljani, shumë bukur. Ervin Saljani, dashur shqiptar, e shikoni, erdhi nga Maliqi duke pjekur misra, e suall këtu, fillovi u bë deputet, që kështu pa e deputet, i marrën nga rruga, duke shitur, duke pastruar, duke vjedhur, çfarë të them unë, duke dalë nudë, i marrë dhe i bin deputet, i bin me të dyja partit. Pra, këtë djalin e muar, e përdor, e futën në burg, por na doli me flok kaçurela kur doli nga burgu. Atë nuk e pyet kur kushi. Berisha e tha të nesme që a ishtë punë private. Unë përsëri i them Berishës, Berishë, të janë qepur disa ignorantë, që i ke marrë vetë nga rruga si që thash më përpara. I ke marrë nga hiqi, i bëre me makina, i bëre me kostume, i bëre me dashnore, çfarë nuk u ke bërë të hangër kokën dhe do hysh në burg shumë shpejt, po jo sekretari i PD-s, po do hysh si Berisha. Kjo ishte fatkeqësia me madhe për ty, Berisha, që të kam lajmëruar me kohë. Fillove me disa zonja nga Amerika, i gënjeve, erdhë këtu dhe para, u ke dhënë shumë para, kanë hapur televizor në Amerikë, disa mjekërosh, ti i bere, më në fund të hangër kokën, më në fund çfarë nuk kanë thënë për ty. Të gjitha. Pra, Berisha, drejtohu burgut, largoj sa më parë nokat e ndokat, sepse nuk kam më PD, nuk kam më PS, po ka vetëm shpresa e kombit që do bëj Shqipërinë me kufin natyror. Pra, gazetare, nuk është tronditur, këta janë të tronditur që kur janë lindur. Këta janë të rrugve unë i shoh të tëra ato fytyre që janë, shoh një doktor, ai është as petull, as vaj. Llogaritë e tij del në televizor, del me këtë djalin pinë kafe, shajnë Berishën dhe më në fund del ai doktori, doli në ylli Rakipi edhe për turp ti thuash doktor, zdinte se qa fliste, unë jam i Berishës, Berisha për mua është kryetar, këte thotësh, këte thotësh. Pra, e pe Berisha çfarë njerëz ke? Pra, gazetare, ne bëm në atë mënyrë që të shohim njerëz të PD-s dhe njerëz të PD-s se cilit kanë urdhëruar dhe cilit kanë udhëhequr për 35 vjet kombin e Shqipërisë.
A e shini dashur shqiptar? Unë po bëj një thirrje gjithë demokratëve që kishin me shpirt, e kishin me zemër, e janë sa më parë një shpresa e kombit. Kjo është e juaja. Kjo nuk di të mashtroj. Kjo është që bën kombin. Kjo është që të ngrej ju në këmbë që keni rënë në gjunjë, sepse janë tallur me ju. U kanë marrë parat, u kanë lënë pa pension, u kanë lënë pa fëmijë, të dashur të quajtur demokrat. Ato dy kishta që i ngrinte Berisha dhe ky djali ka filluar të ngrej, ajo është një parrull sërbe. Do t'u nxjerrën të dy syt, u ka nxjerrë të dashur shqiptar. U nxuar syt, u hodh fëmijë tuaj për të detit. U lanë pa pension, u lanë pa buk, u lanë qorr, u lanë pa ilaçe, u lanë pa ushqime. Këto dy parti, ato dy që i ngrinin të dy gishtrin dhe me këto të nxjerrën syt, u nxuar syt. Pra mos u mirni me këto dashur shqiptar, erdhi kohash, dëgjoni, shikoni fëmijët se luftë e tretë është shumë keq, le të vinë fëmijë të ditë të pushojnë për vitin e ri në Shqipëri. Pra, nuk është gjë gazetare, nuk troditet kush, por të dyja partit ka përfunduar, janë të dyja partit si mot. Profesor, a keni diçka për të shtuar? Po, unë kam mjaft për të thënë sot, të dashur shqiptar, ju e shihni foton. Të dashur shqiptar, personi që e ka vënë emrin tim Pëllumb, po e ka vënë Pilinçi, nuk e ka vënë me i, po e ka vënë me e. Pilinçi. Pra të dashur shqiptar thot 5700 kë, gati 6000 njerëz. Kjo nuk është e imja. Ka vënë disa njerëz për poshtë Edi Ramën, që unë nuk i kam vënë këto dashur shqiptar, unë e nxora dhe dje, ne kemi njoftuar dhe dim, unë nuk kam thënë që ne i njëlper po t'i dhe në tokë, ne i gjejmë, ne i dim, do mbaj përgjegjësi partije, është një parti, nuk po e them emrin, një nga këto dy partit është, pra një nga këto dy partit është një person, është i moshuar, ka dhe shumë të rinj afër tia, pra ka nxjerrë këtë faqen që demek është profesor Pilinçi. Jo, unë vërtet e kam, e thot Pëllumb Pilinçi, ajo ka mbi 5.000, thot 5.000 gjithsej, dhe kam e thot profesor Pilinçi, por nuk është kjo, kjo është mashtrim të dashur shqiptar, personi do japi e llogari personale, shumë shpejt. Pra, kjo nuk është e jona, tini të bindur të gjithë shqiptar, këta mundohen të ashikë të mbulojnë gjyrmat, kërkon të bëjnë demonstrat me emrin tim, pra nuk është kjo në YouTube të dashur shqiptar, në Facebook, më fali, nuk është në Facebook. Ne kemi e shkruar, ju e lexoni me të bardhë, po të gjithë djegësve tonë, ne i shpresojmë, u i themi lajmet, se nuk është faqja e jonë. Të dashur shqiptar, më dëgjoni me kujdes kudo që jeni në përbot. Sidomos, po e fillojmë me radhë. Të dashur Shkodran, Lezhë, Kruj, Mirdit, Malësi e Madhe, Dibër, Kuks, Tiranë, Durrës, Kavaj, Rokozhinë, Lushi, Fjerë, Vlorë, Gjirokastër, Tepelen, Himar, Korçë, Pogradec, Elbasan, Librash. Të dashur shqiptar, më dëgjoni me kujdes. Të gjithë personat që kanë bërë shtëpit këto 35 vjetë, ne kemi ministrin e jashtëm, po quhet sekretar i shtetit. Ai është, e ka emrin Artan Boçi, që do tjetë me shqip quhet ministr, pa ai do quhet sekretar për çështjen e pronave. Të dashur shqiptar, ju duhet vini sa më shpejt këto ditë.
me dokumentat që keni, sidomos Tiranë, në rreth Lanës, që va kanë prishur shtëpit, dhe që keni shtëpit, ne do t'u japim certifikatat, po jo sot, na silli dokumentat urgjent, ditën që bëhet qeveria. Duhet jeni të qartë të dashur shqiptarë, kjo do bëhet si në Amerikë. Për shembull Tirana, ka 6 drejtori policie. Çdo drejtori e policisë do ketë një komune. As do ketë me dokumenta me anën e telefonin o në internet, komunja do të ketë, do regjistrohet, do jepet certifikata e pronës, certifikata e shtëpisë që i keni bërë me djerës, që u kanë tallur 35 vjet, ti jeni plot të sigurt, sepse sekretari që është zoti Tani Boçi, që është zgjedhur, ai është për pronat. Ju lutem të vini sa më parë në drejtoria qendrore që ne kemi në zyra qendrore, që është shpresa e kombit. Po e përsërit 2-3 herë. Të gjithë pronarët që ishin pronarë, që janë pronarët, jo ish pronarët. Të gjithë do t'i marrën pasuritë e tyre. Ju i keni tërë dokumentat, na i silli dokumentat, dhe që ditën e parë nuk do paguani asnjë peni, do mini certifikatën e shtëpisë të dashur shqiptar. Nëse ju e keni bërë në vendin e dur, nëse ju e keni blerë për njerëzve të sigurt, a here të gjitha shtëpit do regjistrohen dhe do jepet certifikata. Nuk do keni me problem që kanë hapur zyra këta me anë e telefonit, me çdo qytet, këto janë mashtrime që u kanë bërë në Amerikë të dashur shqiptar, aty ku është policia, është dhe qyteti, do me thënë komunja. Aty regjistrohet shtëpia, aty paguhet taksi, ju keni paguar taks, sidomos në Tiranë, që nuk ka asnjëri certifikat, urgjent të vini me dokumenta me planin që keni, dhe sekretari Tani do të regjistrohet të tërë, do marri kopjon dhe ditët se ne shumë shpejt të dashur shqiptar, dofta disa u vjen për të qeshur, disa u vjen nuk besojnë, por ne shumë shpejt shkojmë në qeveri. Ne e kemi krijuar qeverin teknike, por shumë shpejt kalojmë në përzyra. Nuk do vëmë aty ku është sot kryeministria, nuk do vëmë aty ku është komiteti qendror, nuk do vëmë aty, nuk dohet parlamenti aty ku sot është kuvendi popullor, sepse këto të trija juve u kanë vrarë, juve u kanë vjedhur, juve u kanë djegur, ju kanë përzënë fëmijët jashtë dheut, dhe e keni shtëpit, paguani taks, paguani gjobë këtyre rrugaçve, dhe nuk keni një certifikat, si që thash edhe më përpara. Të gjithë qytetet e Shqipërisë, kudo që ndodhen, në jug o në veri, në lindje o në perëndim, e janë sa më parë në zyra shpresa e kombit. Kjo do tjetë edhe me president shumë shpejt të dashur shqiptar, por një për 3 muaj do tjetë me kryeministër, vetëm për të dhënë certifikatat, për të kther pronarëve, plus do të kthehen dhe demi që është bërë për 35 vjet dhe për 26 vjet që i ka mbajtur komunizmi. Do kthehet çdo gjë të dashur bashkëdhetar shqiptar. Ne e kemi bërë për të bërë kombin. Si që thash më përpara, pa bëuni gati, se të gjithë ju që u kanë sërollotur për 35 vjet, i keni shtëpit, vinë u japin gjoba, unë i di fare mirë, do me thënë, u japin gjoba dhe nuk u kanë dhënë certifikata. 5 minuta është certifikata dashur. Aq shpejt, tamam si në Amerikë. Aty ku është policia, do t'jetë komunja. Aty ku jeton ti, sidomos Tirana, ka 6 polici, 6 rajone. Çdo rajon do ketë komunën e vetë. Bashkia e përgjithshme që do t'jetë, është me vete, s'ka lidhje me këto. Do me thënë, do regjistrohen e ti, këta e kam bërë qëllimisht që ju të sërollati. Aman ju do t'i mini pasurit, kurse 3% nuk do kenë as pasurit, po do kenë vetëm kominoshe dhe burë. Kjo është që po e thot
Unë po e them në emër të misionit tim, unë po e them në emër të kryetarit Shpresës të Kombit dhe po e them në emër të kryeministrit të Shqipërisë me kufijt natyror. Pra të dashur shqiptar, e janë sa më parë, t'i gëzoni çdo gjë. Ne kemi autorizimin, bëjmë atë që ju doni. Nuk i pyesëm këto dy parti përfunduan, të dyja janë të djegura, të dyja janë drejt burgut, të dyja janë drejt llogarive, që do japin llogari për çështje kombëtare që kanë shqitur tokat e Kombit, për çështje private, që i kanë quajtur ish pronarët, janë pronarët. Pra të dashur shqiptar, po e përsërit e njëherë, sekretarit që kemi për çështjen e pronave, të vini sa më parë dhe të sillni dokumentat e shtëpisë, që të jeni gati ditën që bëhet qeveria, që duket e çuditshme për ju. Brenda një jave që bëhet qeveria, çdo njeri do ketë certifikatën e pronës së tij, ta gëzojë shtëpinë, sepse ka 46 vjet me hidhrime, ka 35 vjet që e tallët. Pra, të dashur shqiptar, e një po e përsërit, që u kanë gatruar deri më sot, janë dy partit si motra. Të dy partit përfunduan. Pra, që u kanë ndaluar arrestimet, janë dy, KLP-ja dhe gjykata e Kushtetutës që është tallur. Siç pas myndes të Sali Berishës, si pas myndes të Edi Ramës, që të dy këta, jo do vinë në burg, po këta do vinë në Amerikë, dashur shqiptar. Për demin që i kanë bërë, por nuk janë vetëm këta, është një grup shumë i madh. Pra do sillme dhe nga Amerika një grup jashtëzakonisht të madh, mbi 80 veta që do arrestohen, do vinë këtu në Shqipëri, do japin llogari ju, që u kanë me taksat tuaja kanë shëtitur Amerikën. Me taksat tuaja shëtisën Evropën, Gjermaninë. Ju i keni parë vetë, të quajtur një burim, ca gazetar, që janë ata, të gjithë do rikthehen këtu, janë të regjistruar, dashur shqiptar. Erdhi koha e fundit për 3%, erdhi koha e qeshjes të buzës, e lotëve të ndalohen, të 97% të gëzojnë fëmijët e tyre, të gëzojnë pasurinë, të gëzojnë tokën e tyre që e kanë bërë ka kaq vjet, kanë punuar si slevër në Evropë, në Shqipëri dhe nuk kanë një certifikat, një cop letër, që do të kenë letrën urgjent. Për këtë jam special sot që po flas drejt, po u shëgoj drejt në sy. E përsërit edhe një herë. E janë sa më parë. Takoni me sekretarin që është për çështjen e pronave, për të dhënë prona. Është për të dhënë gjithë pronat që do konfiskohen, do t'u hipen shqiptarëve. Gjithë parat që do konfiskohen, që janë konfiskuar e do konfiskohen, ministri është as një shtet të botës nuk ka ministër atë që kemi bërë ne për çështjen e pronave. Pra, e janë sa më parë, pra të dashur bashkëdhetarë, unë po dalë për natë. Disa gojet e ligave nuk u vjen mirë, po do arrestohen që të gjithë. Do arrestohen të dashur shqiptar 3%, gazetar, analist, komik, artist, të quajtur artist, të quajtur televizor klani, televizor Top Channel, që janë hajdutët, që janë kriminele që nuk bin para, po me paratet të huajve, ata bin qef me makina, me xhame të zi, bredhen, lartë e poshtë dhe tallen me shqiptarë këto ditë të fundit. Jo do arrestohet ky, jo në ky nuk arrestohet, jo Amerika të largohet, Amerikën e keni këtu dashur shqiptar. Amerika është brenda në Shqipëri. Pra, të jeni të bindur të dashur shqiptar, çdo gjë ka përfunduar. Do bëhet Shqipëria me kufi natyror. Edhe në datën 28 në Kosovë kanë zgjedhje, jo. Po mos vun flamurin shqiptar amerikan, nuk ka zgjedhje. Po e lajmëroj e njëherë, Kurti, nuk ke kryeministër më. Harroja atë mendje. Shqiptarët e Kosovës,
janë të torturuar nga juve, janë të vjedhur që në 99-ën, janë të shpërndarë në përbot, në Gjermani, në Austri, në Francë, në Ingliterë, në Zvicër, që janë Zvicër, janë kosovarë shumë. Pra të dashur shqiptarë, çdo gjë do përfundoj, çdo gjë ka erdhur koha e juaj. Pra të dashur shqiptarë, edhe një po e përsëri, ejani sa më parë, në zyra e kombit që quhet shpresa e kombit. Ejani sa më parë takoni, ai do tjetë 7 ditë në javë që do t'u presi juve. Urgjent, sillni dokumentat e shtëpive, dokumentat e tokave, çfarë kini, ku i kini, shtëpi që kini bërë të reja, dhe janë tallur me juve nuk u kanë dhënë dokumentën, nuk u kanë dhënë dokumentën e shtëpisë që është më kryesorja, certifikatën, e janë i sa më parë. Dashur shqiptar, mirupafshim nesër, por t'jeni të sigurt se arrestimet do përfundojnë. T'jeni të sigurt se Spaku e shkruajnë shumë njerëz është në gjumë. Spaku nuk është në gjumë. Byroja kombëtare që quhet FBI nuk është në gjumë. Dokumentat, dosjet janë mbyllur. Dosjet e Saliut janë mbyllur. Dosjet e PD-s janë mbyllur që nuk është arrestuar asnjëri. Pse them unë gazetarët janë të tyre? A ke parë të dashur shqiptar kur del Sali Berisha, 100 gazetarë dalin në ti. Kur del Edi Rama, të njëjtit. Por Raman nuk e pyet njëri që ti thot për shembull, mirë mos Sali Beu, po na thuaj, ato vila ku i gjete? Atë kostum që e ke veshur, nga e ke gjetur? Atë makinë, kush ta ka dhënë? Nga e ke sjell? Ato janë me taksat e shqiptarëve. O Edi Rama, ti thonë, ku i ke tërë ato para? O Edi Rama, groja jote ka 3-4 banga. Ku i gjeti? Ajo dhe dijes kishte fustan. Ku i gjeti parat të dashur shqiptar? Këta kanë bërë krime, këta kanë bërë vrasje. 20 janari është mbyllur dosja. Do arrestojnë jashtëzakonisht shumë njerëz që kanë bërë krimin. 97 që është bërë krimi, nafta që është bërë, 98 të dashur shqiptar, me funeral vajta. Pra, shumë gjëra që janë bërë në tokën e Shqipërisë janë gati për të arrestuar të gjithë. Nuk kanë më kuvend të dashur shqiptar. Pra, e njëherë të dashur shqiptar, mirupafshim nesër, me një ditë më të gëzuar. Sot gjoja ka qenë dita e rënies të murit të Shqipërisë, që s'është e vërtet, ajo ishte e përgatitur, duhet tini të bindur, a ishën veshur me pardesy, ishën përgatit nga Amerika, që nuk u vra një njeri. Nuk e bën këta studentët dashur shqiptar. E ku i keni studentët? Ku i keni ata që ishin? Ata lajnë, diku lajnë pjata në për Amerikë, diku janë në për Evropë, janë fshehur. Pra, të dashur shqiptar, erdhi koha e juaj, erdhi koha e lirisë, 90-a do tjetë këto ditë. 90-a, viti 90, që të shpëtoni njëre mirë. Natën e mirë, të dashur shqiptar, miru pafshim nesër në orën 6. Falenderoj profesor. Të dashur miq, shihemi transmetimin e radhës. Faleminderit.